Përshëndetje të gjithëve, unë jam Leonita, kam 32 vjetë, jetoj në Gjermani, kom lindë edhe jam rritë këto, Kosovës jam nga Beja. Kum punu krejt normal, kum pas edhe të ardhurat shumë të mira në një kompani shumë të mirë, kum punu, po e kum ditë që duhet me bu ma shumë, jeta ka ma shumë për të dhënë edhe krejt digitalizimi edhe krejt po bëhet digital, do me thoni kum pas shumë njerëz që jën mirë me online business, po edhe unë e kum desht, edhe kum ditë që nëse din që ai person, nëse mundet ai person me arrit që ashtu të dhone muj me arrit, do me thonë ju me interesu, ju hi në një Zoom si kur ju që tash, po ka qenë një prezentim gjermanisht. Do me thonë kompania është internacional, po une që jetoj në Gjermani, ata ju pun ka Zvicra, Gjermania, Austria, edhe kum dëgju edhe ju hi. Mandej e kum po dinin, Valtrin Muslin, edhe ajo është shqiptar, edhe kur e kum po që është edhe ai shqiptar edhe është në këtë kompani si edukator, kum pas ma shumë besim. Jo, nashta e dini kur të shihni një shqiptar, keni ma shumë besim, sidomos nëse jetoni në qytetet të ndryshme, ju në Kosovë ose në Shqipëri, po nëse jetoni në Gjermani, e di që kur të shihni një shqiptar, thoni, hey, okay, masi që je shqiptar, të besoj, edhe ashtu u kun edhe të une, i kum besu normal, kompanis njëherë, po tani ma shumë besim kum pas që e kum po dinin. Kështu, s'po flas edhe shumë, nëse keni pyetje masa nej, nëse tani me ditë ma shumë rreth meje, ose m'jo jep ma shumë informaciona, jo t'regoj, po ja nisi direkt me prezentimin e biznisit, okay? Krejt pyetjet, shënoni edhe do flasim tani në telefonat. Okay. So. Okay. Çka është problemi? Problemi është, normal që gjithkush e ka probleme të ndryshme, po problemet më të mëdha janë liria, financat edhe shëndeti. Gjithkush për ankohet për shëndet, ju s'kena shumë pare për me pagu për shembull spital privat, ose jam të punu shumë ankesat shëndetit, se jeni të punu gati çdo ditë, edhe financat. Unë nuk e ngja personalisht një person që ka për shembull i parë shumë parë anash. Edhe që thot, ja, s'ka problem që kam unë liri financiale, kam parë për pushim anash këtu ballse, për shka, krejt po shtrejtohet, edhe shumë gjëra po shtrejtohen, edhe mandej, do me thonë, po jetoni nga pak në pak. Ashtu edhe si thash ma heret, pak liri, shumë pak ditë pushim, se po punoni. Janë shumë njerëz që thojnë, hey, po du mu mirë me diçka vetë, po du me qenë një biznes, me hap një biznes, po nuk dini kam janë nis, edhe në fund, apet jetë një tani ne ato punat që jeni për momentin. Unë nuk po thonë për shembull që punat që i kini janë të këqi, ose mi bu shumë i full negativ, po bash në ditën e sotme, ka mundësia tepër të mira. Edhe ju jeni që tash në qëtë prezentim, në dëgjoni qëtë mundësi të tillë edhe të shumë të mirë, edhe keni me ditë tani qysh mundeni me arrit lirin financiare. Okay? Po ju të regoj pak, s'po du me hi shumë fill në këtë foto, po bota e punës. Ju jeni për momentin në onën e majtë. 95% të njerëzve zotërojnë vetëm 5% të pareve. Na jena rrit me qëto gjëra, me shku në shkollë, me bo do studime, me hi në punë, edhe juve ju do këtë për shembull që kjo është ballë, s'ka mu tjetër. Po ju nuk e dini që ka njerëz që e përjetojnë këtë unën tjetër, ka vetëm shumë pak njerëz, janë 5% të njerëzve, vetëm ata zotërojnë shumë pare, 95% të parave. Veç imagjinoni, edhe ju që jeni për shembull, ose unë edhe deri para do vite si kum di qëto sene, edhe atëherë për shembull dini qëto e ka spjegu në një prezentim, edhe unë vetëm e kum pyet veten edhe kum thonë, wow, okay, që ashtu të ka?
edhe ja kom nis mi qel syt edhe vesht edhe mi mor do sene pak ma ndryshe. Okay? Edhe tash unë kam qef me inspiru njerëzit edhe ai person që të kaftu këtu në këtë prezentim me ardhë në onën tjetër, si përmarrës, si investor më konë. Tash dua me të rëgu pak për partnerin tanë, do me thonë na jena internacional. Në qytetet të ndryshme, në Europë, në këtë botë, në Brazil, gjithë konë. Kemi edhe normal në Shqipëri, Kosovë, Kosovë, Maqedoni, shumë njerëz që ndërtojnë këtë biznes. Une që jetoj në Gjermani, gjoh shumë njerëz nga Gjermania, Zvica, Austria, edhe shumë shqiptar që jetojnë këtu jashtë, jam bashkangjit këtë biznes, edhe njerëzit që jetojnë në Kosovë edhe në Shqipëri edhe në Maqedoni, ja ka nis këtë biznes. Kë partneri janë ja ka fillu këtë kompani, do me thonë e ka hap këtë në vitin e 2018 në Dubai. Këtu e shihni pak zyrën në Dubai, nëse për shembull edhe na bojmë ka njëherë vizitojmë të qytetet të ndryshme, mujmë edhe me shku bashkë në Dubai, edhe mujmë me shku në këtë zyre, me punu së bashku, këtu për shembull mujmë ullë ose me bu një meeting, hiç s'ka problem nëse je bashkangjitësh këtë kompanisë, mundesh edhe ti me shku në Dubai në këtë zyre. Krejt është e rregulluar, do me thonë, krejt janë, ka shumë, ç'më të regu, kompania nuk është e vetme që është një kompani që u hap në 2018, po është e rregulluar gjithë, ka njerëzit që gjithmonë i këqyrin është krejt me drejt, edhe ajo për mu kun shumë me rëndësi me ditë është krejt me drejt, do me thonë. Edhe kaq, tash po kthena edhe njerë të ju. Ok, perfekt. Se si u pava dhe që tash i s'kam qef me full, kur të nuk ju shoh, tash ju shoh krejt. Perfekt. Ok, njerës. Tash, ju kallzova pak kush jam une, edhe une ja kom nis nga zero, ju kom të regu që ka shumë njerës që ju në bashkangjit kësaj kompani nga krejt bota, për shembull edhe nga shqiptar nga Amerika, edhe janë tepër të lumtur. Asti një person su hi këtu edhe ka thonë, unë e kam njëri, unë e di që shkon kjo punë, gjithkush u hi pa njëri. Edhe për këtë arsye na e kena hap këtë mundësi edhe ju, do me thonë na dojmë ju mundësu edhe juve për me morë këtë njëri. Edhe kush, për se dini mundet me jo të regu ma shumë prej produkteve, do me thonë. Dini, unë e muj me thonë, ku je Dini? Ta të fiksoj unë ty këtu për me të po tonë. A vësheni Dini, edhe unë e për fiksoj vetën. Okej. Unë e muj me thonë Dini është produkti, njoni i prit produktit tanë matë mirë, kjo është edukatori janë që na edukan, që na tregon neve si funksionon, do me thonë tregu, edhe Dini shumë më ka inspiru gjithmonë se ai paras disa vite u ka qenë edhe shumë ma e ri, gjithmonë me vesht edhe me sy të hapur ka jetu u shkuna për, gjithmonë ka menu, ka thonë, ok, kjo nuk është e drejt, duhet me bu qashtut edhe nuk e ka pa botën vetëm kështu që i ka të regu për shembull shkolla ose prindrit e vetë. Prindrit janë të mirë, na dojnë të mirën, po nuk janë në qëtë pikën, nuk jetojnë qëtë pikën ku jetojmë na. Kretë po zhvillohet edhe po. Jam shumë falënderues që bashkëpunojmë edhe që po arritim këtë biznes tepër të mirë edhe që pinimojmë shumë shqiptar. Dini, po ta jepi ty fjalën, tregoj njerëzve çfarë produkteve kena këtu edhe çish mujnë me përfitu me këtë biznes online. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit Leonita për prezantimin. Mirëmbrëma, shpresoj që jeni këtë mirë, faleminderit që keni marrë kohën mas iftarit me ul këtu me na ndëgju. Emni jam është Valdrin Musli, shkurt e Shqip këtë më thirrën Dini, 31 vjet, jam i martuar, 2 fëmijë dhe vi nga Vitinja, Kosova, dhe jam që 7 vjet me këtë biznes online, i pavarur, do me thonë, e kam lirin kohore, lirin vendore, jam këthy në Kosovë me jetu, do me thonë veç
sa jam rrit në Gjermani që 30 vjet dhe tash aktualisht po jetoj në Kosovë dhe kom marrë vendimin me jetu atje me vazhdu jetën në Kosovë me këtë biznes. Dhe çka ofrojnë na tash si kompani, se ndoshta nuk keni mujt me ndëgju akoma se çka ofron. Kompania ofron edukim financiar. Okej, do më thonë, këtë qëto probleme që i ka cek Leonita, kur që s'ki ko që punon shumë, do më thonë, gjithat ko që për shfrytëzon për punë, ama apet jeton pakun pak dhe nuk je i knaqt, në tjetër anë ishe shumicën e njerëzve online të fitu pare, të ishiju jetën, do më thonë, kjo prezentim është për ata njerëz që dojnë me ndryshu diçka. Nëse je për shembull i knaqt aktuell me situatën tonë, s'besoj që e kishe marrë kohën me ardhur këtu me na ndëgju se çfarë biznesi po ofrojna. Për atë arsye tham ti aktualisht nuk je i knaqsh me situatën tonë. Do të thonë do me ndryshu diçka. Dhe çka me ndryshu nëse situata, zhvillimi ekonomisë, zhvillimi i jetës po ndryshuhet gati ditëm ditë. Do me thonë shumë shpejt po ndryshuan gjërat dhe krejt po hin digital, krejt po bëhet me inteligencë artificiale. Do të thotë keq të sene normal ti mundesh me mësu në kompaninë tonë. Dhe nuk du me hi atë në produkte për shpëndojme në rënë ekranin tem, për mos me hup shumë kohë, okay? Dhe për ju të regoj se qëfar ofrojna na. Për shembull, si tha Leonita, unë jam pjesë e produktit. Do me thonë, shumica më shesin mu si njeri, si edukator, sepse na ofrojna edukim financiar, edukimin që ti për shkollës nuk e ke marrë. Çka është paraja, pikajt vjen, si fitohet, si kursehet, okay? Qysh mundesh me shti parën tane me pënu për ty, jo ti me pënu për parën. Dhe qaja është një pyetje që na në Gjermani ose përgjithësi anglesët thujnë, kvaliteti i pyetjes tonë e ndryshon, domethënë, kvalitetin e jetës. Do të ti dush me pyet do gjëra që shumica nuk i pyet, okay? Dhe këtu për shembull e kemi platformën Wow, ku në Wow, në këtë platformë, ti mundesh mi pa akademin për Forex, për shembull, Forex, shumica në Kosovë e njohin Forexin, e kanë njeh për Forex, ama nuk ki edukim të qartë, nuk ki platformë që të ofron prej zeros deri në zh, krejt dionin që të nevojit e ty për me mësu, për me hecë në këtë trek, successhëm, për më kanë fitim prus në këtë trek. Dhe shumica djegën dhe nuk marrin aftësi. Dhe këtu e kemi, do me thonë, platformën oficial, do me thonë, këtu si për shqiptar, si për gjerman, këtu e ki për shembull shumicën e gjumëve është anglesht, spanjës, frangjesht, portugalisht, Slovaki, Itali, Gjermanie, ku me ditë sa gjumë e kemi, edhe Shqipërinë e kemi aktualisht. Do të thotë, une jam si edukator e reprezentoj komunitetin tonë shqiptar. Do të thotë, këtu e ki për shembull në të edukatorët e ki dinin, hen aty të kanalet dhe i ki regjistrimet dhe seansat live ku une javë për javë vi live dhe ju të regoj diçka për tregje, ju të regoj diçka për krypto, ju të regoj për investime, si investohet, si mësohet tregjo, si mësohet investimi përgjësi, okay? Shumë e veçantë. Dhe këtu e keni për shembull chatin që është live, ku njerëzit hin live dhe mundesh me pyet diçka nëse nuk kupton. Mundesh me interagu me mua për shembull. Dhe kjo është shumë diçka e re që në shumicën e platformës nuk e ki. Okay? Për shembull, hen këtu te menaxhimi i tregtisë, video e fundit. Këtu flas për tregjen e euro dollar. Tashti i himi fellit qysh ke mujt me tregtu? Se aktualisht e kemi pas sekvencat vetëm për sy me vizatu, qysh... Okay, do me thonë, paka shumë, i ki videot dhe unë të marrë dur për dur dhe të regoj për tregjet financiare ma të mëdhaja në botë që ekzistojnë. Jashtë kësaj platformës, wow, e ki edhe platformën, në lëm, ku e kam këtu? SageMaster, që është ndaj produkteve
të mira që i ofron kompania B, sepse Sage Master është një inteligjencë artificiale që të ndihmon ty me gjetë një strategji në krypto edhe në Forex. Në të dy anë. Do me thonë, në dy dega ti mundesh me hi dhe me investu, do me thonë, i shtje parët dhe kjo inteligjencë artificiale ti rregullon vetë. Si rregullohet, çfarë cilësi ti duhesh me zgjedh këtu, unë të kallëzoj, si edukator. Do me thonë, na i kemi përgjigjen ty më të mësu prej zeros deri në zhë. Aktualisht ty duket, hey, wow, shumë e komplikume, a mujnë mori mi kuptu në këto sene, mos më brengos, se edhe unë në fillim, para 7 vite për shembull, jam kon zero, jam kon minus. Nuk kom dit asgjë. A më e kom pas qëllimin dhe vendimin me ndryshu dëshka në jetën teme. Dhe këto dy platforme që i kemi, Sage Master, inteligjenca artificiale, që dohet në dy dega në krypto dhe në Forex, dhe në tjetrën anë, platforma Wow, ku ki seansa drejt për drejt, prej anës teme, për me mësu se çka po ndodh në tregjet financiare. Që kja e anës teme, okay? Unë nuk du me zgat shumë, se kam edhe një termin që ta shte edhe pak, po du me të regu dishka. Vendimin që e kom marrë në për këtë biznes dhe kom full, sidomos që ta shte kom net gati 2 muaj në Kosovë dhe jam taku me shumë njerëz në Kosovë. Dhe jam taku me aktualisht liderat që po ndërtojnë në Kosovë. Dhe janë shumë të knaqt dhe janë zjarë për këtë biznes se peshojnë mundësia çfarë po ofron mundësi. Shumica, sidomos Kosovë, Shqipëri, nuk janë të knaqt me situatën e përditshme dhe dujnë me lëshu shtetin. Unë nuk jam ai fans e asaj mendimit se në Gjermani e gjenë të njëjtën. Shumica mendojnë që jashta Kosovës ti mundesh me gjetë parët në tokë. Jo, dush me punu shumë, pse mos me shfrytzu tashti avantazhin që pe ki me online, me punu gjithka, me pas një liri kohore, liri vendore, na fat gjatë. Se cili mundohet mi ban qëto për veti. Dhe unë jam shumë i knaqë që kom zgjedh këtë biznes, që jam vendos, mi kushtu rëndësi kësaj biznesi, dhe aktualisht familja jame është shumë e knaqët, unë jam shumë i knaqët me jetën dhe vazhdojna të ndërtojna këtë biznes me juve, a pa juve, atë e vendos një gjë. Faleminderit për vëmendjen dhe shpresoj që shihemi në seancën live. Faleminderit shumë Dini, shumë mirë. Krejt çdo informaciona janë shumë me rëndësi, do me thonë, tash ju përshini qysh mundeni me arrit, qysh mundeni me shumu paret e juve, do me thonë, e di që nështë në këtë moment ju duket nuk e kuptoni qysh ta edhe Dini, po gjithkush u hi pa njëri, do me thonë edhe këtu e mësoni. Unë i marrë edhe shumë shpesh mesazhat, o ju Leonita është rrezik. Normal që është rrezik nëse nuk e keni këtë njëri, do me thonë, ju heni njëherë, mësoni krejt çdo gjëra, edhe mandej, kur të merrni këtë njëri, do me thonë, pak ma rrezik është. Rrezik është edhe mos me bo kur gjo, me jetë në njëjtin pikë ku je ti për momentin. Du edhe me shpërnda diçka tjetër me juve, veç një moment. Me rëndësi është me ditë njerëz që nëse do me ndryshu dishka, nëse do me ja fillu biznesit, normal që dush me investu dishka. Okay? Nuk ka asgjë pa shtin dishka pare. Ja dush me investu pare, dush me kushtu rëndësi, do shta shumica familjes dhe shokve nuk e kuptojnë dhe thujnë ma le se s'është kërgjaja, amo dush me një veten rahat me këtë biznes dhe me investu. Okay? Investimi është hapa e parë për ndryshimin e jetës. Do të thotë, si cilë që janë njës këtu, duhet me investu mas pari. Okay? Investim në dionin tonë është investimi ma i mirë që ti e merë për jetën tonë. Okay? Investimi në veten është investim ma i mirë dhe ma i pasur.
Shumë mirë që ceke që tim, se deshta më jo të regu diçka, po masi që përfundoj edhe këtë foto, lutem rini në Zoom, se du edhe diçka tjetër më të regu shumë të mirë. Në moment. So. Tash, këtu janë çmimet që mundeni ju me ja fillu për shembull këtë biznes. Veç pritni një herë se shumë përshkruan këtu, janë shumë informaciona. Për shembull, e kemi edhe një pakosh shumë të lirë për 3 muaj, $249. Do me thonë ju hini me $249 edhe keni access në këtë faqe, do me thonë mundeni me përdor krejt çdo produkta, mentorin tem edhe njerëzve që ju kanë fut në këtë Zoom call edhe drejt për drejt me dinin keni kontakt, nëse ja nisni me startoni me pakon më të vogël, 249 për 3 muaj. Tani keni mundësi edhe ka pak më shumë aplikaciona, do me thonë, nëse merrni pakojat më të mëdha. Për 6 muaj janë 594, apo shihni çto, për 6 muaj 594, për 12 muaj 1359, ashtu edhe pakojat më të mëdha me më shumë aplikaciona për 6 muaj, për 12 muaj, apet këtu për 6 muaj, për 12 muaj, këtu në varet çfarë aplikacioni, çfarë pako don me cek. Amo, për shembull, tash s'ki nevojë mu vendos, ti edhe nuk pe kupton çka ka këtu mrenda, çka është më mirë këtu. Na flasim tani personalisht në telefonatën nesër ose mas nesri, veç shkrujmë ose shkruaj qasaj personit që ta ka dhon linkun edhe flasim së bashku. Tani deshta më të rregu edhe për një mundësi shumë të mirë ashtu, do me thonë, dini ju ka të regu si mundeni me mor edukimin për me ditë qysh i shumani paret, okay? Me mor këtë njëri krypto, forex, ajo është mundësia ma e mirë për mi shumë paret. Po, nëse buhësh edhe partner i kompanisë B, se kompania quhet B, mundeni edhe mas një kohë që tash nuk e ndjen, okay? Me një gani mirë, sa sonë se kom tjenë në fillim, unë im kun shumë private, ku bukrit për veti, i ku mësu këtu seni për veti që ashtu edhe buri jem, ai nuk bon marketing, po, mas një kohë e kom pa që qëtu produkte po funksionojnë, e kom morë këtë njëri tepër të mirë, paret për më shumohen edhe kom pa që po funksionan edhe është shumë një kompani tepër e mirë edhe ja kom nis me bu marketing. Nuk ki nevoj, nëse nuk don, nuk duhesh, po, deshta me ju mundësu edhe juve një për me mor ju të ardhurat online edhe me marketing, nëse buhesh partner i kompanisë B. Ki shumë mundësi të mira, për shembull nëse i thush dikujna për këtë mundësi të mirë, mundesh me marr provizion, nëse hyp të shkallave shumë të nalta, janë këtu për shembull mundësit për me marr në javë ose në muaj që tu pare. Më varet tash për shembull, këtu ja nis nga konzulant, i merr $500, tani safire 1500, edhe deri ju përshini vetë. Edhe këtu gjëra, këtu që përshini këtu emrat për shembull, Royal Diamond, Ambassador Crown, Ambassador Icon, Legend, i ka njerëz që kanë arrit këtë pikë edhe që ju kun edhe ata në një prezantim të tillë, edhe ata s'kan ditë çka janë produktet, a muj me arrit, po tani dikur ja kanë nis, e kanë po që është firma serioze, e kanë bu marketingin edhe e kanë fitu qëtu pare. Veç të ishta me ju të regu që keni mundësin edhe me marketing me fitu. Mundeni me bu një screenshot, muj me full tani edhe personalisht në telefonatën, do me thonë që e bujmë. Falqe për ndërhim, është bile shqiptari Luis Marishta, në Itali jeton, e ka rankin ambasador. Po, shqiptar, edhe ai ja ka nis panjori, ai jeton në Itali edhe ja ka nis edhe me shqiptar të Italis me ndërtu këtë biznes, ka shumë shqiptar në Itali, ju e dini vetë, edhe që janë në kompanin tonë. Kaq, njerës, s'po di që më ju thonë tjetër, kjo është prezentimi, do me thonë, nëse nuk din çka është krypto, çka është forex, shumë është mirë, është fajn, do me thonë, ju i mësoni këtë.
veç çka deshta edhe më ju thonë se kena pas edhe para një kohë të shkurt një prezantim edhe kena një prezantim si që kjo edhe na kom harru shumë me ju tregu diçka. Nëse jeton në Gjermani, Zvicër ose Austri, vlen do çmime tjera, okay? Flasim edhe një herë nëse veç shkrujëm edhe flasim personalisht, janë do çmime tjera për ata që jetojnë në Maqedoni, Kosovë, edhe Shqipni, keni pakojat pak më të lira. Okay? Nëse keni pyetje, shënoni pyetjet edhe mundeni me na pyet kur të folim personalisht. Dini a ke edhe diçka për të thënë? Ndoshta që të pyetjen masi e ka paraqit mia, po ke opinione. Mirë po, jo që ke mësu ti në kompanitë e vjetra, po është e lidhur me inteligjencën artificiale. Do me thonë, nëse nuk e merr pakojën pak më të madhe, atëherë e ki sinjale si aplikacion. Po nëse i merr këto pakojët më të mëdha, atëherë inteligjenca artificiale i kopjon automatikisht dhe ti shtyp në atë broker që e ki për shembull. Do me thonë, ti s'duhesh me hija të copy-paste mi marr ato sinjale, po inteligjenca artificiale e kryen atë punë për tyje. Për atë arsye po tham, kjo pjesa e sinjaleve me SageMaster si produkt i BIS është një sen që nuk mundet me arrit kompani tjera. Nuk ka konkurrencë aktualisht. S'mundesh me krahasu. Për atë arsye unë që 7 vjet në këtë biznes jam bind me kompaninë B dhe jam shumë i kënaqur. Po, dini ka vetë edhe Blina, na tregoni edhe linkat ku duhet mi kqyr që ato si edukimet dinit. Nëse ja fillon Këto vetëm ki akses nëse e pagun pakojën, do me thonë, okay? Këto, do me thonë, dush me anis biznisit, dush me investu për më ndëgjë mua. Ashtot. Okej, pëndalin gjizimin, ose a muj kush mundet me ndalë? A mundesh ti? Unë s'po muj me... Po.